36 vitesh, por rinisim festivalin e këngës për fëmijë, të cilin e kemi titulluar Val Zërash. Mirë se erdhën! Realizimi i këtij festivali u bë i mundur fal iniciativës së drejtorit të Dra Plezh, zotit Hasan Muça, të cilin e falenderojmë për këmbguljen, për kushtimin dhe për krahjen. Ky festival nuk do të ishte i mundur të realizohej gjithashtu pa mbështetjen e Dra Plezh, Bashkisë Lezhë dhe Këshillit të Qarkut Lezhë, të cilët i falenderojmë. Përpara fillimit të konkurimit, ftojmë në skenë nënkryetaren e Bashkisë Lezhë, zonjën Eweda Molla. Drejtorin e Dra Plezh, zotin Hasan Muça. Dhe Nikolin Kola, përfaqësues i Këshillit të Qarkut Lezhë. Përshëndetje gjithëve, është një kënaqësi dhe privilegj të jemi sot në këtë koncert pas 36 viteve të rikthyer dhe kjo fal përkushtimit së pari të drejtorit të drejtorisë arsimore dhe gjithë mësuesve, gjithashtu dhe prindërve që janë gjendur pranë këtyre fëmijëve dhe na sjellin sot këtë aktivitet kaq të bukur. Tashmë Lezhë është afirmuar që ka talenta dhe çdo ditë ne po krenohemi me këto talenta si në Shqipëri, po ashtu dhe jashtë vendit. Faleminderit. Atëherë përshëndetje gjithëve. Mendoj që është përgjegjësia e secilit prej nesh që të marrim përgjegjësitë tona institucionale, por edhe sociale, qytetare, që të krijojmë hapësira të nevojshme që fëmijët të kenë sa më shumë hapësirë dhe mjetet, infrastrukturën e nevojshme, që të zhvillojnë të pasione, të ndjekin ëndrat e tyre, mos i praktisin kurrë ëndrat e tyre. Kemi një suport, një vijimësi konstant, kemi konsistencë në mbështetjen e këtyre aktiviteteve, duke qenë se i jep një cilësi më të lartë jetës së komunitetit, por në thelb jetës së fëmijëve tanë. Mbështetja jonë ndaj këtij aktiviteti është pa diskutim një detyrë dhe përgjegjësi absolute. Do jemi në vijim në suport të vazhdueshëm të këtyre aktiviteteve që ka të bëjë me jetën kulturore, sidomos të fëmijëve. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës. Sonte nuk kemi thjesht një festival, por një fest të artit dhe të këngës në Lezhë. Si drejtuesi i Dra Plezh, ndjehemi privilegjuar që së bashku me punonësit e mi dhe në bashkëpunim me shkollën Beslidhja, kemi marrë iniciativën për rikthimin e festivalit të këngës për fëmijë pas 36 vitesh, pikërisht në të njëjtën skenë dhe në të njëjtën sallë. Ky rikthim është një vlerësim për të gjithë ata që kanë dhënë kontribut në realizimin e festivaleve ndër vite. Kundër të tjerash, do të përmendja Agim Velej, Gjegjë Lacën, Gjok Carin, e shumë të tjerë të cilën me mund dhe sakrificë hollën themelit e një tradite kaq të bukur, duke bërë të mundur që kënga e fëmijëve të përhapet gjithkund. Të dashur fëmijë, ju sonte do të zbukuroni skenën dhe do të na mrekulloni me zërat tuaja të ëmbël. Ndaj, mos mendoni për çmimin, por na jepni kënaqësinë që ta shijojmë këtë festë të madhe për të gjithë. Falenderoj nga zemra prindrit për mbështetjen dhe mësuesit e muzikës dhe shkollës Beslidhja për përkushtimin e tyre. Mirënjohës për bashkinë dhe proprietarin e saj, për ndihmën që na japin në vazhdimsi në afirmimin e vlerave të artit, si dhe Këshillin e Qarkut Lezhë për mbështetjen e këtij eventi. Le të shërbejë ky festival si një liman që lidh brezat e të shkuarës me premtimin për të ardhmen. Shiheni këtë natë dhe vijimësi të mbar në festivalet ndër vite. Shumë faleminderit. Dhe unë do të thoja, ky ogur le të vijoj. Ëndra është e bukur, kur ajo bëhet realitet, bëhet edhe më e bukur. Unë sonte ju a thebe shpirt, realizova një ëndër.
Faleminderit. Në këtë festival do prezantohen 12 këngë. Kemi menduar që gurin e parë të rifillimit të festivalit ta vendosin nxënësit e shkollës Beslidhja, të cilët të drejtuar nga mësuesit e tyre pasionant të muzikës, po nisin këtë festë të këngës, që në vitet e ardhshme do pasohen dhe nga nxënës të shkollave të tjera të Lezhës. Në fund të festivalit do shpërndahen 3 çmime, i parë, i dytë dhe i tretë. Këngët e këtij festivali do vlerësohen nga një juri profesionistësh. Punëpërbërjet e saj janë Mjeshtri i madh Zhani Ciko, kryetar jurie. Mare Nikolli, antare jurie. Dhe Flamur Toska, antar jurie. Një duar trokitje. Pa humbur kohë, me urimin udhëtim të mbar, po ju prezantojmë këngët e para që do të nisin këtë natë magjike të zërave gazmor të fëmijëve të mrekullueshëm. Kopshti zoologjik, muzika dhe orkestruesi Mikea Kakusi, teksti Joel Kakusi, këndon Ajsi Përgjoni dhe Klaus Preka. Fluturo ëndra ime, muzika Duliem Puka, teksti Anila Kola, orkestruesi Gjemali Uka, këndon Seart Kola dhe Darlin Toj. Abbas api un vorite, me gucim
orkestruesi William Pali, teksti Sonila Jaku, këndon Ariana Jaku. Kur shoh në mëngjes, ti ndryqon, mami më bukur, ti shkëlqen, zemra ime ndjen, çfarë zemra jote ndjen, pashyra jote jam unë, çdo ditë e vërtet. Jam djeli që zemrën tënde nxet, ti më mbron dhe pra me jep këra. Çdo përqafim një premtim miri që nuk je vetëm, sa më ke ti. Do jesh për mua refreni çdo strofe, melodia e bukur e çdo note. Që shkëlqen, suksesim në çdo sken. Ti më mësove se çfarë është dashuria, pa çdo sfide loto t'unë t'i fshija. Do jem një mur i fort ku mbështetesh, një dëgjues e mirë kur lodhesh dhe mendon se s'ke më fuqi, dori panteje mos haro, jam këtu. Çdo rrudhë në ball, histori që kam mësuar, çdo fjale jotja, një dhuratë që kam ruajtur. Në duart e tua jam rritur pa frikë, me dhe dritë kur botën kisha gri. Sot ta kthej në kënd gjithë mirësi, ta ndjesh në zemër si të ndej unë ty. Do jesh për mua refreni çdo strofe, melodia e bukur e çdo note. Diellim që shkëlqen, suksesim në çdo sken. Ti më mësove se çfarë është dashuria, pa çdo sfide loto t'unë t'i fshija. Do jem një mur i fort ku mbështetesh, një dëgjues e mirë ku t'i shprehesh. Faleminderit. Diellin Drin, muzika, teksti dhe orkestruesi Xhemali Uka, këndon Amelia Arapi. Shokët këndoj pa pushim, si pranver që sjell gëzim. Bëhet kënga si një magji, kur këndojmë bashkë me dashuri. Ea, ea, dhe ti me mua, të gjithë bashkë të lumturuar. Hey, 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 hajde vallëzo, kënga jën shkon lart. Bota
Baleza, muzika Dulien Puka, teksti Lindita Halili, orkestruesi Andi Unaza dhe Gjemali Uka, këndon Ester Deda. Që na bën fëmijë, muzika, teksti dhe orkestruesi Gjemali Uka, këndon Ador për Leka. So
orkestruesi Mikea Kakusi, teksti Joel Kakusi. Këndon Era dhe Ema Shquti. Ishim në shkolle po tregonim se si festat po i festonim. Kur shikoj jashtë për te ditare, rrethet e diellit refugjonin. Mësuesja Pablo me kureshte, se si syt po na shkëlqenin. Po shkëlqenin me mendime, si ndryqon ta typeri. E kur që blu, verde i shile, sa e shiu mirë dhe vika, e ku dielli ndryqon si drita, shpërtej ngjyrat e natyrës. Qielli pushen me si cërima, tallën ndyshe e kanarina, një zogje shika hëti nderi. Pushe qielli ngjyra e veri. Të habitur ne shikojmë, e ani thamë susja shikonin. Shpejt e këtë rast ajo vrapoi, ngjyra filloi dhe numëroi. E kuqe blu, verde i shile, sa e shiu mirë me pika, dhe ku dielli ndryqon si drita, shpërtej ngjyrat e natyrës. Qielli pushen me si carima, tallën ndyshe e kanarina, një zogje shika hëti nderi. Pushe qielli ngjyra e veri. Pushe qielli ngjyra e veri. Pushe qielli ngjyra e veri. Pollumbat e Paqes, muzika Berhan Kraja, teksti Lulzime Celami, orkestrues Berhan Kraja dhe Mikea Kakusi, këndon Aurora Gjoka. Një ditë shoqe time e pash në sy me qitërsi.
Muzika, teksti dhe orkestruesi Mirger Tusha. Këndon Ansel Mema dhe Eleni Ceka. Një pyetje, muzika dhe orkestruesi Mirger Tusha, teksti Lulzime Celami, këndon Amla Uku. Për sëri, as tu
vogël sa pyetje ende shirëm uje. Sot vetëm një pyetje përgjigje dua unë. U endo në faqe pyetjet një e nga një. Spera në spardhën të gjitha morën zë. Një pyetje të mendje përsëri. As duhet të jeti lumtur në botër do fëmi. A të drejta ta nuk janë, kudo për ta një lloj. Ndaj sëri po mble, po të stia kujtoj. Faleminderit! Një vëlla a motër, muzika Berhan Kraja, teksti Lulzime Celami, orkestrues Berhan Kraja dhe Mikea Kakusi, këndon Amla Nikoli. Doja unë një motër, ndëroja shumë, sa herë nga gjumi me të zohem unë. Një vëlla të vogël unë e dëshiroj, ja thash mami tim. Një vëlla a motër, doja vetëm një, por një ditë në shkollë kuptova një gjë. Motra dhe vëllezër, klasa ime plot, sa shumë më durojnë. Një vëlla a motër, doja vetëm një, por një ditë në shkollë kuptova një gjë. Motra dhe vëllezër, klasa ime plot, sa shumë më durojnë. Me shokët e shoqet motër e vëlla, pas sekrete flasim, bëjmë dhe shaka. Sa bukur me syre koha fluturon, o sa më gëzon. Një vëlla a motër, doja vetëm një, por një ditë në shkollë kuptova një gjë. Motra dhe vëllezër, klasa ime plot, sa shumë më durojnë. Një vëlla a motër, doja vetëm një, por një ditë në shkollë kuptova një gjë. Motra dhe vëllezër, klasa ime plot, sa shumë më durojnë. Një vëlla a motër, doja vetëm një, por një ditë në shkollë kuptova një gjë. Motra dhe vëllezër, klasa ime plot, sa shumë më durojnë. Në shkollë sot po shkoj, muzika, teksti dhe orkestruesi William Pali, këndon Aurora Marku. Sot po shkojmë, po shkojmë, për të ardhmen duhet të mësojmë. Dje
tërhiqet për vendimin e vet dhe ne do të ndjekim 3 këngë përshëndetëse të përgatitur me profesionalizëm nga mësuesja e apasionuar Nora Haxhia, të cilën e falenderojmë shumë. Do të ndjekim Shkopi Magjik nga Maria dhe Lorisa, Sa do doja një qenush nga Lorita dhe Tatjana, dhe Sa i dua lulet nga Elda, Tea dhe Klejla. I ndjekim. Gjithë botën na në mbaj, me shkopin ti magjik.
e Draplesh zotin Hasan Muça, nën kryetaren e bashkisë zonjën Eweda Molla dhe drejtoreshën e ZVA zonjën Antoneta Suta. Sigurisht që pjesëmarrja në një juri është gjithmonë diçka shumë serioze. Është serioze sepse të gjithë ata që paraqiten në një konkurs, të gjithë janë të mirë. Familjet e tyre besojnë, kanë zgjedhur talentet, përpiqen që ato të studiojnë, të instruktojnë dhe të bëjnë një shfaqje sa më interesante, të vishën bukur, të tregojnë kulturën e familjes, edukatën e tyre, dhe kjo është diçka shumë pozitive. Unë personalisht bashkë me kolegët e mi e vlerësojmë shumë këtë festival. Është një ngjarje e madhe që vjen mbas 30 e ca vitesh. Pse është lënë? Nuk e di. Shpeshherë them nga mukaeti, si thot populli, kanë përtuar ta bëjnë, nuk kanë gjetur një gjë. Po ja që vullneti i publikut ardashës të Lezhës, të kësaj qendre të madhe të kulturës dhe e familjeve që jetojnë dhe punojnë këtu, kanë zgjitur pikërisht drejtorinë arsimore, me drejtorin zotin Muça, që të ringjallë këtë traditë. Është një mrekulli. Është sikur një pjesëtar, një mësues i hershëm është ngjallur, një mësues muzike i cili ka dalë përsëri në skenë dhe mëson fëmijët tuaj të talentuar. Ka dy gjëra të tjera shumë të vlerësueshme, jo vetëm për mua, po që ne i diskutojmë gjatë kohës tonë. Ky është një festival aktualisht i Lezhës, i qendrës kulturore të fëmijëve të Lezhës, në gjitha komponentët, pse ka festivale të mëdha në Shqipëri, në qytete të mëdha, ku njëri është nga, themi, një qytet i vogël dhe 3 të tjerë janë nga Tirana. Ai s'mund quhet festival i këtij rrethi të vogël, sikur të ishte Lezhë. Po ky është tamam i Lezhës, janë mësues të shkollës së muzikës, gjë e mrekullueshme që meriton një dorë trokitjen më të madhe këtu. Është emocionuese, është me shumë vlerë, tregon që këtu krijimtaria vazhdon krahas mësimdhënies, pra këta mësues i mësojnë në lëndët e tyre, në muzikë çfarë, nga ana tjetër mendojnë dhe për edukimin. Dhe ju do të shikoni dhe çmimet, do të shikoni kur di momenti. Këngët kishin tematika shumë të larmishme, që nga mjedisi, që nga dashuria për natyrën, për atdheun, për vendin, për shkollën, për motrën, për vllajën, për familjen. Pra, kjo ishte një cilësi tjetër shumë e rëndësishme, që ka tematikë të pasur, një tematikë që prekupon sot botën fëminore. Nga ana tjetër, edhe këngët ishin përgjithsisht këngë fëminore. Por midis tyre kishte edhe këngët që të bënin të mendonje. Dhe kjo është gjë më e mirë, sepse ne mendojmë për problemet e fëmijëve. Ne mendojmë për atë se si duhet i edukojmë fëmijët tanë që të bëjnë të vlefshëm, që të bëjnë me virtute të cilat i ka trashëguar familjet tonë të hershme. Nuk do të zgjas më shumë, me gjithë biseda mua më pëlqen dhe ju falenderoj që na dëgjoni me vëmendje dhe do të kalojmë tek vlerësimet e jurisë që kanë qenë unanime. Jo pse bëm ndonjë pakt që do të vendosi njëri secili dha votën e vet. Në fund pam që këngët fituese ishin këto. Përse u zgjodhën këto këngë? U zgjodhën pra nga vlera e krijimtarisë muzikore, nga atë që kjo këngë buronte nga një tekst i mirë, një tekst që të thret të gjykosh të mendosh, dhe këngëtari ishte zgjedhur mirë. Ka raste kur shpeshherë për mos funksionimin një komponenti të këtij edhe skualifikohet në një këngë, siç dhe mund të ketë pasur tek ne. Do ndajmë certifikatat për gjithë fëmijët pjesëmarrës në këtë festival të këngës në Lezhë. Atëherë, duke ju përshëndet gjithëve dhe në radhë të parë drejtorin e Drejtorisë Rajonale të Arsimit Paror Universitar, zotin Hasan Muça,
që e rimori këtë nisëm për të rikthy atij festivali që vërtet Lezhë ka pas një praktik, një kulturë dhe një performancë të jashtëzakonshme para 36 vitesh. Imagjino ti rikthesh para 36 vitesh, ndoshta do ta kishe rifillu festivali asaj kohe, po mirë ka bërë që ka bërë festivali i parë. Ju uroj shumë suksese dhe ju gjithë kjo pjesëmarrje, e keni mbështet, do ta mbështesni vazhdimsinë e këtij festivali. Atëherë, Drejtoria Rajonale ka vendosur që t'i japi certifikata mirënjohje të gjithë pjesëmarrësve. Fëmijët ishin tepër të talentuar dhe ju përgëzoj shumë talentet, profesorët që kanë punuar me këto talente, si edhe komunitetin e prindërve, sepse pa ato nuk kemi asnjëherë sukses pa mbështetjen e tyre. Suksese secilit. Ai si përgjoni Klaus Preka. Darlin Doj. Saart Kola. Si kemi lexuar. Saart. Ester Deda. Aurora Marku. Amelia Arapi. Aisi Përgjoni. Klaus Preka. Klaus. Aisi Përgjoni. Emma Shuti. Era Shuti. Eleni Ceka. Ansel Mema. Amla Uku. Ador Përleka. Bravo Ador. Aurora Gjoka. Amla Nikoli. Amla. Ariana Jaku. Kalojmë të zona nxehtë tash, profesor. Përpara se të kalojmë tek leximi i çmimeve, duhet të them edhe të tregoj edhe një herë që ndër vlerat e këtij festivali është edhe ekzistenca e grupit instrumental të mësuesve të shkollës, edhe këto të shkollës. Ka ca shkolla që nuk i detyron dot mësuesët, thotë unë kam dhënë mësimin, zvin prova. Këta kanë ardhur shumë, kanë përnë. Dhe gjithashtu mësuese Norës që i drejtoj nxënësit e tërë. Urime, mësuese. Atëherë, 3 çmimet që do t'i ndajnë zotrit. Çmimi i tretë jepet këngës të kompozuar nga Mikael Kaprusi dhe Jonel tekstin Joel Kaprusi, që titullohet Kopshti Zoologjik, kënduar nga Aisi Përgjoni, Klaus Preka, dueti. Urime. Shkojnë atje. Çmimi i dytë i jepet këngës Frym me muzikë të William Pali, tekst Sonila, kënduar nga Ariana Jaku. Bravo. Dhe çmimi i parë
një këngë që thot gjëra shumë interesante në teksti. Ju këshilloj që kur ta dëgjoni një herë tjetër ta marrim tekstin ta shohim. Që është kënga që duket shumë e thjeshtë. Një pyetje. Migena Tusha, Lulzime Celami, Alma Uku. Këndon. Si pas traditës, ta dëgjojmë edhe njerë Alma Ukun, t'i fshi lotët edhe të vita këndoj edhe njerë këngën këtu, si që bëhet gjithë festivalet. Hajde Alma. Shihemi së bashku në edicionin e 2. Vesha